Në Shqipëri problematika është dhe më e rëndë, duke pasur parasysh mungesën e rregullimit, kontrollit ndaj kësaj hapësire mediatike online, por njëkohësisht dhe problematikës që mjetet mediatike serioze nuk janë më ato që ne njohim, nuk është më një redaksi e mirëfillt e cila ka 20 gazetar, ka editor, të gjitha studimet apo praktikat që ne kemi parë tregojnë, dëshmojnë që ekziston. Kemi një orientim të Iranit, është një orientim shtetëror që të ketë disinformim, dhe kjo për shkak të kampit që ndodhet tut opozitës iraniane për të krijuar një perceptim të qytetarëve shqiptar që ata përbëjnë rrezik. Për sa i përket disinformimit të huaj që vjen nga Rusia, në një farë mënyrë situatat botërore kanë ndikuar që në rajon është më e përhapur, kryesisht në Kosovë, dhe mediat shqiptare, duke marrë të informacion nga media kosovare e përkthyer në shqip, shpesh bie pre e disinformimit rus që synon destabilizimin e rajonit, apo edhe janë edhe informacionet tjera që janë hasur në kuadër të krijimit të një perceptimit Bashkimit Evropian, i cili nuk është më i pari, ka rënë. Gjuha e urrëties është gjithmonë e hasur kryesisht në rrjetet sociale. Ajo prek të gjithë, të rinjt kanë qenë rastet që janë bërë dhe publike, nga gjuha e urrëties që ka filluar në grupet të mbyllura, pastaj është transmetuar në jetën e përditshme, edhe ka pasur edhe krime, ka pasur edhe kërcënime, akte ekstreme. Është sigurisht e hasur fenomeni i gjuhës së urrëties që prek pastaj politikanët dhe kryesisht ato gra që janë të angazhuar në politikë. Ne kemi zhvilluar edhe sondazhet edhe monitorimet e vazhdueshme të 2 viteve fundit. Gjuha e urrëties tashmë që mund të jetë një fenomen që duhet pasur kujdes në Shqipëri, në rrjetet sociale, ishte një risi, ishte edhe rritja e antisemitizmit mbas konfliktit në sulmit ushtarak në Gaza të Izraelit. Aktualisht Shqipëria është zotuar që në qershor të vitit 2026 të implementoj të gjithë kornizën e Digital Service Act në legjislacionin shqiptar. Zotimi që u mor është ambicioz. Në korrik të këtij viti, që ishte faza e parë e këtij zotimi, u zhvillua një ushtrim për të kuptuar ku janë problemet, pengesat për ta zbatuar legjislacionin, cili është korniza ligjore aktuale në Shqipëri. Është bërë publike si dokument, por tashmë është hapat duhet të jenë shumë të shpejt për të arritur, sepse jemi duke ardhur në qershorin e 2026 dhe ka nevojë sigurisht për shumë përmirësime ligjore, hartime ligjore për të arritur të standard që tashmë në Bashkimin Evropian prej 2 vitesh ka nisur të zbatohet. Unë jam shpresplot ose besoj se nëse ekziston dëshira, mundet të arrihet që të ketë paktën një rregullim, sepse aktualisht ne jemi duke folur për kontrolle apo për masa represive, po nuk kemi akoma përcaktimin e dur cilat janë media, cilat janë profile, cilat janë blog, për kufizimet për të krijuar pastaj mundësinë që të kemi edhe kontrollin e dur dhe masat ndëshkuese në rast se do të ketë ndryshime në kodin penal apo rregullime të tjera. Për sa i përket fimit, ndërhyrjes së huaj, një komision i posaçëm i Parlamentit Shqiptar për të krijuar strategjinë në mars prezantoi strategjinë kombëtare për të në kuadër të kontrollit apo të luftës ndaj fimit, me krijimin, betimin e Parlamentit të ri, krijimin e Parlamentit të ri, nuk pati një vijim të këtij komisioni, që u mendoj që mund të ishte edhe një komision, kishte një fokus të posaçëm. Unë shpresoj që ajo strategi të mos ngeli thjesht në arkivat e kuvendit, po të ketë vijshmëri për të zbatuar ato objektivat vendosura, të cilat janë rezultate që do të prekin të gjitha fushat e jetës, nuk do jenë thjesht në fushën e mediave, po edhe në fushën ekonomike, edhe në fushën e sigurisë publike.